Shikues të nderuar, ne u rikthejmë në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ashtu siç edhe ju paralajmërova në fillim të këtij emisioni, ne do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarin për ditën e sotme. Unë kam nderin dhe kënaqësinë që sot në studio të kemi Skënder Likën, drejtori i garës dhe kryetari i klubit Buna. Ne do të flasim për një garë që do të mbahet me datën 19, pra ditën e shtunë në Valdanos, gara e ciklizmit, se çfarë do të jetë atje dhe çfarë bëhet fjalë për më tepër do të flasim me zotëri Skënderin. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit që keni ndarë kohën për ne. Gjithmonë jeni të mirëseardhur. Na tregoni pak më shumë rreth kësaj gare, si lindi ideja për këtë organizim të kësaj gare dhe cili është qëllimi i saj? Ta fillojmë si piknisje kur kemi themelu klubin, dhe më thanë për para një viti, në ardhë një ide që të bajmë një garë lokale, me qëllim që edhe të bëhet tradicionale edhe të arrisim atë nivelin e sportit në qytet, edhe atë shpirtin garus tek të rinj, tek të fëmijët, edhe paraqit me si ide, ndërkohë jena në Federatën e Ciklizmit Malit Zi, jena bantar. Një sukses, patjetër. Po, patjetër. Sukses tjetër është që kemi antarë të klubit tonë që janë në administrat. Kemi Ndërtojipi është në kuvendin e federatës. Unë jam në këshillin drejtues të federatës, kështu që kemi arritë bajegi sukses deri tani. Gara shfaq me si ide u mirëprit nga federata. Erdhi delegati i garave, e informume se si e kena atë idenë tonë, se si dona me kriju një. Ai ishte shumë i kënaqur, edhe e kanë pranuar pa asnjë vërejtje, pa asnjë. Çfarë bën këtë garë më të veçantë në krahasim me aktivitetet e tjera që ju keni pasur? Ne kemi marrë pjesë në shumë gara. Po. Por është hera e parë që ne si klub, si vendas, organizojmë një të tillë. Ato ethet, ato janë pak të mëdhaja, por ne shpresojmë se do t'ja dalim. Edhe nga tana anët mrejnë urime dhe mrejnë lëvdata për tana që kena ba muajin e fundit zakonisht. Edhe besojmë dhe shpresojmë se mendimen e qytetarëve cilët i ftoj që të vinë edhe që të kalojnë një ditë bukur me ne edhe një ditë ndryshe, sepse kjo është hera e parë që bëhet diçka e tillë në Ulqen. Pse pikërisht e zgjodhët lokacionin e Valdanosit për të organizuar një garë të tillë? Valdanosin sepse gara është e tipit mountain bike, domethënë tipit ciklizmit malor. Po. Edhe si fillim tereni më i përshtatshëm i cili ka kërku më pak përgatitje ka qenë Valdanosi. Të e marrë parasysh se gara ka karakter nacional, karakter shtetënor, garus, por mos harrojmë se është me standarde UCI, domethënë me standarde të larta evropiane dhe Keni pasur ndonjëherë ndërmend ndonjë opcion të dytë përveç Valdanosit? Po, në të ardhmen, vitin e ardhshëm, mendojmë se të zhvillojmë në 2 gara. Mendojmë se kena shtigje shumë të bukura edhe në anë të malit. Po. Mirë po, ato shtigje kërkojnë pak më shumë kohë, pak më shumë investim, përgatitje, sidomos sa i përket përgatitjes për sigurinë e ciklistëve. Valdanosi edhe me bukurinë e vet, edhe me tanat ambient aq të bukur, e kena pas si më të përshtatshëm për këtë garë. Edhe e lidhim me fillimin e turizmit, që thonë, fillimin e sezonit turistik edhe lokacioni është perfekt edhe. Sa garues do të marrin pjesë dhe nga cilat vende? Presim, domethënë, garues e licencuar, cilët janë në ligën e Malit Zi, në mountain bike,
janë dikun të 50. Në varësi se sa kanë me ardhë, ne i presim gjithë. Ndoshta nuk vinë gjithë. Atëherë kemi nga Shqipëria 10 plus minus, 10 pjesëtarë, 10 garus. Kemi nga Kosova po ashtu, numrin ala nuk e kena të konfirmuar në sakt. Presim nga Bosnia, por nuk kemi konfirmime. Ishtë hera e parë, prandaj gjithë hezitojnë, gjithë kanë një stepje se njëherë dohna të tregohna se si, atëherë në vitin e ardhshëm shpresoj se kena me pas shumë atëherë. Patjetër, më tregoni pak si ka qenë procesi i organizimit dhe çfarë sfidash keni hasur gjatë këtyre ditëve apo muajve që ju jeni duke bërë organizimin për ditën e shtunë, pra me datën 19 prill. Organizimi është bazuar në punë vullnetare, domethënë anëtarët e klubit, familjarët, kanë marrë pjesë, na kanë ndihmu me pastrimin, me rregullimin e shtegut, edhe gjithë asaj sa i përket për përgatitjen e komplet të kësaj ngjarje. Edhe mjetet si kena pas të mjaftueshme, mirë po falenderojmë gjithë donatorët të cilët në hap me ne na kanë përmbajtur dhe kanë kontribu. Edhe shpresojmë se do të dalin diçka e bukur. Patjetër. Çfarë standardesh evropiane jeni duke ndjekur për organizimin e kësaj gare? Nga se është garë shtetërore, duhet përmbahen, dhe është liga normalisht, liga e Malit të Zi, duhet të përmbahen rregullave evropiane që të njihet si garë e tillë. Domethënë është UCI ajo që shënon çdo aspekt se si duhet të organizohet, si duhet të jetë shënjimi, si duhet të jetë organizimi, sa gjyqtar marrin pjesë, matja si bëhet, domethënë njërisht si vet në garën tonë, se matja bëhet me chip, me kohë digjitale. Deri vitin e kaluar ishte analoge, kështu që shpresojmë se ajo do të arrisë edhe nivelin e. Keni pasur edhe bashkëpunime me institucionet ndoshta edhe vendore? Po, shfrytëzoj rastin t'i falenderoj komunën, organizatën turistike. Atëherë kemi gjithë donatorët tjerë që na kanë përkrah dhe faleminderit. Domethënë ty fillu si thash komuna, organizata turistike, Cerovo, Sport Billi, Buongiorno Cafe, atëherë Motoservice Edwin, Grazia Commerce, Better Me. Qenë këndë të shumë. Mos t'i numëroj gjithë, falin ata që i kam harruar me miqtë. Çfarë na tregoni për klubin e ciklizmit Buna dhe si ka evoluar në qenë nga krijimi i tij, sepse jeni edhe ato ju që jeni duke organizuar këtë garë? Çdo gjë fillon si lojë. Si lojë edhe ambicionet rriten. Hajde shkojmë edhe një hap ma nalt, një hap ma tej, një hap ma... Unë jam shumë i kënaqur deri tani, shpresoj që të kemi më shumë anëtarë të ri. Ajo është pak një vërejtje të cilën unë e kam, sepse numri i anëtarëve të rinj është shumë i vogël. Kështu që shpresoj që në të ardhmen. Do të ketë edhe nga mosha vogël në këtë garë? Po, domethënë është kategoria prej 9 vjeç. Interesante. Na tregoni pak sa rëndësishme është për ju përfshirja në Ligën e Malit të Zi për klubin dhe për sportistët? Sepse na treguat që jeni edhe në Ligën e Malit të Zi. Të ju nis për asaj që për ne çdo gjë herë e parë, ai emocioni është i madh, se hera e parë edhe nuk ishte më përpara, nuk ka ndodhur diçka e tillë, vetë ajo është një hap i madh. Edhe besoj që si vjet konkurroj me 8 garus në 2 disiplina, në mountain bike edhe në road.
ciklismin rrugor. Shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë, sidomos në tri, edhe i herë Paceki apeloj që tri të Si po mbështet Federata e Ciklizmit të Malit të Zi këtë iniciativë që ju keni marrur për ta bërë në Ulqen këtë garë? Si pas asaj që ka unë vrej, shoh edhe të ata një eufori pak kështu të ndoshta edhe më shumë se duhet. E kanë pas që na do na më punu, e kanë pas që na jena shumë zellshëm edhe jena shumë ambicioz. Edhe çdo gjë do ta vënë pikën shtunë. Qoftë se çdo gjë shkon ashtu si e kena menduar na me drejtësi. Si mund të ndikojë kjo ngjarje edhe në promovimin e turizmit sportiv ndoshta në qytetin e Ulqenit? Ka vite që unë angazhohem për turizmin aktiv, të ashtu quajtur, jo sepse sezoni me turizm aktiv mund zgjatet edhe për 6 muaj. Kështu që shpresoj që sado pak kjo të ndikojnë në atë që të zhvillohet, të ngritet në një nivel tjetër, turizmi në përgjithësi, e pse jo ai aktiv, kemi të regjistruar nga Rusia, po mëndaj qytetarë që janë me komsi ruse, ukrainase, kemi, kështu që do të punohna. Ka ndonjë mosh të dytë nga Ulqeni të regjistruar? Po, kena një antarin tonë, i cili do të marrë pjesë dhe si vjetë. Ju urojmë shumë suksese. Cilat janë ato plane për të ardhmen dhe a mendohet që kjo garë të bëhet tradicionale, që të vazhdohet për çdo vit? Ne do të harxojmë çdo atom tonin që kjo të bëhet tradicionale. Edhe të rritet edhe të bëhet diçka që Ulqini ka me pas një pikë për çka ka mu njoft. Po. Kemi pika të shumta që njihemi, por edhe kjo do ishte mirë që të jetë. Nga kjo anë, se normal. Patjetër. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ku bashkë biseduame për këtë risi, mund të them kështu që ky është viti i parë që ju organizoni një garë të ciklistave dhe shpresoj që gjithçka të shkojë ashtu siç e keni menduar dhe të keni suksese. Faleminderit, ju ftoj që të vini atë ditë. Patjetër. I ftoj gjithë ata që kanë kohë të lirë, besoj se nuk ka më shku. Dhe ta rikujtojmë edhe njëherë që kjo garë do të fillojë në orën 11, apo jo? Gara e fëmijëve është e para, fillon në ora 11. Gara kryesore është në orën 12. Mirë është të vini pak më përpara, sepse puna e parkingut, puna e... Patjetër, do të kemi në përcjellje. Faleminderit edhe njëherë dhe ju urojmë shumë sukses. Faleminderit juve, sukses.